Ministria e Shëndetësisë ka marrë një vendim të rëndësishëm, duke siguruar për herë të parë qasje të personave transgjinor në terapi hormonale brenda shërbimit publik shëndetësor. Trajtimi do të ofrohet në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza dhe do të mbulohet nga fondet shtetërore. Tashmë të gjithë ata që duan të përshtatin trupin me identitetin e tyre gjinor kanë të drejtë të marrin këtë trajtim në QSUT. Sipas protokollit, ky trajtim është i parashikuar si për të rriturit, ashtu edhe për adoleshentët mbi 16 vjeç, pas vlerësimit të mjekëve dhe miratimit të familjes. Në raste të veçanta dhe vetëm pas vlerësimeve të specializuara, terapia mund të nisë edhe nga mosha 14 vjeç. Por nga ana tjetër, zëvendës ministrja Eugena Tomini sqaron se udhëzuesi mbi trajtimin hormonal është vetëm orientues klinik dhe nuk përcakton rimbursimin e banave, duke dhënë vetëm rekomandime të përgjithshme bazuar në praktikat ndërkombëtare. Tomini thekson se udhëzuesi mbi trajtimin hormonal përbën një dokument orientues klinik dhe jo një protokoll përfundimtar terapeutik.